Ma i sankcionum jëmë konë në shkollë, në atë kohë i kanë thonë jëmë konë, nuk e di tasha kuptohet sakt, fjalla janë qujtë mitë leqitun. Po, për të leqitun për dorë të dhe satë. Për shkak përjardhjes familjare, nuk kanë leju për shamë unë në bankë parë pavarësisht që e konë në zanë si maj miri. Mendoj si krejtë shqiptarë, në atë kohë u konë në gjarje që u konë sankcionum për i Serbisë edhe çdo brezi jemi edhe i ma hershëm e din që me festu festën e flamurit ke pas edhe sankcione për i Serbisë, zakonisht ju ka shku Serbia, i ka torturu njerëz, i ka torturu familjet. Jemi mundu në forma simbolike, jo ndoshta në kuptimin më të mirë me manifestu se kush do që e ka festu në atë kohë festën e flamurit në Kosovë ma shumë ka qenë anti-regjim se sa një gëzim i festës, sepse Kosova ka qenë e okupum edhe mundësit për me festu nuk kanë qenë mjaftueshme, por nuk jemi nalë. Për shkak si fëmijë kemi majtë festivale, kemi majtë koncerte, kanë qenë festivali në Dëçan që festivali Suf Gërvalla ka qenë jashtëzakonisht i organizuar për Rasim Selmonit, shoqëria i Suf Gërvalla në atë kohë. Pavarësisht për rrethonave. Por që unë personalisht nuk jam torturu për i policisë, po shumica e profesorëve të mi, shumica aty në njerëzve të kohës cilët janë konë rapsod, se kryesisht në atë formë është manifestu, dhe më tonë dikosh e ka recituj poezi, dikosh ka knu një kongë, që i dedikohet flamoj, shumica për ty në janë torturu për i forcave serbe, pikrisht për shkak të festimit festës flamurit. Por, mendoj që ja ka vlerë, se po shihet që sot jemi shtet i lirë edhe mujmë me folë edhe për atë kalume të lavdeshme. Sigurisht që po, por Dauti në kohën kur loznin shokët e vetë futbol, çka ka qenë Dauti të bon atë kohë? Nuk po të pysë për parti, nuk po të pysë për politik, po flasim për jetën që sigurisht shikus kanë dëshirë me ditë. Shumë jemi lumëtën që s'keme folë për atë pjesë. Si krejt tjerë, nuk jem konë asun i dalon për asaj grupë moshe. Edhe unë jem konë në sport, edhe unë kom lu futbol me shokë, edhe unë jem konë një për nxancave të mirë të shkollës, gjimnazit në atë kohë Lazarit Frashëri, e ndam paralelja në Erzneq. Naturisht se ma vonë, dhe me thonë, me rritjen time, jo shumë mosh, ndoshta edhe persekutimin familjar që e kemi pas, ndoshta edhe më ka boj grim ma dalum për shkak edhe jo temin, sa u konë shumë vëzhgimi i forcave policore, ma i sankcionum jëmë konë në shkollë, në atë kohë i kanë thonë jëmë konë, nuk e di tasha kuptohet sakt, fjalla janë qujtë mitë leqitun. Po, për të leqitun për dorë të dhe satë. Për shkak përjardhjes familjare, nuk nga kanë leju për shamë marë pjesë në aktivitetet kulturore, aktivitetet shkollës, nuk kanë leju për shamë unë në bankë parë, pavarësisht që e konë në zanë si maj miri. Këto forma e në konë të kohë, që kanë diskriminu mrena komunitetet ose klasës ose këdion. Me gjithë se pjesa ma e madhe e shoqënisë teme kërë mi konë në shkollë, ma vonë jënë konë bashkëluftarë të mitë edhe sot fatkeqësisht, nuk thëmë kur fatmirësisht, ata jenë dëshmorë, jenë eroj, po që normal ne nuk e kemi kuptu mirë se shka kemi bona që neve na sankcionoj. Nuk e kemi ditë mirë. Edhe unë, ndoshta jo për ty, po për opinionin publik, jam prej fshatit që në tëllet e nitën, po thuj se i madhe i vogël, kush u koni moshës madhore, mitat më djetë, jenë konë persekutum, burgosun, Pej Goliotokut e Dana Burgjët e Serbisë në krye me Smajl Aradini në konë njerëz të burgosur.